na duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi përmirësimit zamrës. Të dashur vëllezër, është prej gabimeve të mëdha që shumë musliman merren me rregullimin e trupit e nuk merren me rregullimin e zamrës. Musliman po thon. Por jo muslimant ato është e ditur, ku ata për shembull më shumë i kushtojnë rëndësi rregullimit të trupit, me shku në fitness ose duke bë building ose fitness ose gjimnastik. Edhe shet domosdoshmë se është zemër prishur, zemër skëter, zemër zi. Kjo nuk lejohet në islam. Edhe tjetra, ka edhe prej muslimanëve që ndoshta nuk mrin atë drejën atij o besimtarit, por prapë shese i kushton rëndësi qoftë edhe ibadeteve të jashtme. Nuk po mohojmë këta, por aq është i pakujdesshëm në ibadetet e brendshme, sa ai as nuk e ka iden çka do të thonë me rregullu zemrën. Ide nuk e ka. Ta bëj një shembull të vogël. Kur vjen Ramazani, të gjithë neve nga ana e jashtme agjërojmë. E lëm bukën edhe ujin, apo? Atë ka rënë herë në mend me thon vetës, mos jam duke ngrënë mishin edhe gjakun e vëllaut musliman përmes gibetit, për gojimit.